Në këtë video të çuditshme duket se rolet mes njeriu dhe qenve ndorohen, ku është ky djalë i cili ndërsa po zhvillon një eksperiment, imiton në mënyrë perfekte lejen e qenve për të parë reagimin e habitur të tyre. I ulur pranë qenve në një studio, ai le aq fort sa duket si një leje normale dhe pret përgjigjen e kafshëve, të cilat shpesh rrotohen dhe vështrojnë rreth e rrotull për të parë se nga erdhi leja dhe çfarë domethënie ka. Dhe pse leja nuk është e vështirë për të kuptuar që vjen nga aktruesi i quajtur Rudy, qentë kanë shumë të vështirë për të kuptuar se çfarë ndodh rreth tyre. Ndërsa zhvillohet ky eksperiment, duket se kafshët tentojnë të garojnë se kush e ka lejen më të fuqishme. Dhe pavarësisht masave trupore, leja edhe e këtij këlyshi të vogël është mjaft e fuqishme. Videoja është uploaduar në YouTube prej pak ditësh dhe ka deri më tani gati 2 milion shikues.